E kemi ndjekur live protestën madhështore, e cila ishte një mesazh i qartë se çka është liria, kush duhet të flasë në emër të lirisë, kush duhet të çojë mesazh në emër të lirisë, kush mund ta gjykojë luftën dhe njerëzit e asaj lufte, dhe kjo këtu që jemi është edhe herë dhe duhet ta themi, për fat keq, për 5 vite gjys është një përpjekje për të rishkruar historinë dhe mesazhi i popullit tonë dhe mesazhi juaj dhe joni gjithë bashkërisht është shumë i qartë. Historia nuk mund të rishkruhet, historia dhe fati aty në njerëzve janë të mishruara dhe të lidhura ngushtë me njëri tjetrin. Ata 4 burra nuk janë thjesht 4 individ që po gjykohen për krime të pretenduara dhe çfarëdo pretendimi që ka prokuroria. Ata janë vetë historia e Kosovës, ata janë vetë liria dhe dinjiteti i këtij vendi, prandaj nuk është presion, po është mbrojtje e lirisë, është mbrojtje e dinjitetit tonë njerëzor, është mbrojtje e sakrificës të shumë gjeneratave, e cila kulmoi dhe ngallënjeu me luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Prandaj kjo është një thirrje e qartë për gjithë ata që sot edhe nesër do të marrin vendim që ta mbrojnë lirinë, ta mbrojnë dinjitetin njerëzor dhe mund të mos flasin në emër të pretendimeve të rreme, po të flasin në emër të asaj çka po mësot në sheshin e Prishtinës. Prokuroria asnjëherë nuk ka arritur dëshmoj diçka çka ka pretenduar. Ne urojmë shpejt që liria e tyre të jetë sa më parë, finalja të jetë të kulmojë me lirinë e tyre, edhe të çohet mesazhi i qartë pse si tek kanë qenë këto vite dhe si liria e Kosovës është e lidhur edhe me emrin e tyre. Nuk presim ndonjë vendim tjetër, sepse atëherë do të kishim të bëjmë me politikë dhe jo me drejtësi. Jakub Krasniqi dhe gjendja e tij emocionale, e kemi thënë shpesh më spoko lidhet me gjendjen e tij shpirtërore në kuptimin personal, mirë po është mishërim i një vujtje të gjatë, një populli dhe një kombi për liri. Edhe pjesëmarrja e Vjosa Osmanit si president edhe gjithë liderëve politik, klerikëve të fetar dhe pa dallim shoqërisë është mesazhi më i qartë se çka don populli dhe kush mund të flasë në emër të popullit.